Dragan Stojkovic është kthyer sot në armikun e mediave serbe. Trajneri i Serbisë i pyetur nga gazetarët serb në konferencën për shtyp për incidentet nga tribunat me lojtarët i ka hedhur poshtë aludimet e tyre duke deklaruar se në Tiranë kishte përjetuar një atmosferë fantastike në stadium. Nuk ju pëlqeu loja, nuk ju pëlqeu as pak. Gjeni një trajner tjetër, ishin fjalët e para të trajnerit para gazetarëve. Atmosfera ishte fantastike, i përgëzoi tifozët shqiptar për këtë. Do të doja të kishim një atmosferë si kjo edhe ne, vjoi më pas ai. Finalizimi duhet të përmirësohet. Mundësitë që patëm ishin një ose dy topa, mund të kishin përfunduar në rrjetën e Strakoshës, një ndeshje tmerrsisht e vështirë jashtë fushë kundër Shqipërisë në Tiranë. Ne kontrolluam lojën, kishim kontroll të topit, ku e ulëm sulmin e tyre në 0, kështu që ata duhet të ishin të kujdesshëm sepse panë se nuk mund të na përballonin në atë ndeshje. Treguam shpirt të mirë luftarak, vrapim dhe shpenzuam energji. Kjo dhe çdo tjetër do të jetë e vështirë, cilësia duhet të dalë në pa. Kjo pikë nga Tirana duhet të materializohet dhe me 3 pikë kundër Andorrës që duam fituar. Analiza e ndeshjes Andorra-Angli na pret të nesërmen. Rezultati është i habitshëm për mua, 1-0 vetëm, por ka ende një ndryshim të madh në nivel. Në Leskovac na presin 3 pikët e para për Serbinë. Penalltia ishte sikur dikush më goditi me vare. Pa kujdesi, një gjë që ndodhi rastësisht, por edhe nëse do të kishin shënuar, ne do ta kishim rritur lojën tonë ofensive në maksimum dhe do të kishim shkuar për gjithçka ose asgjë. Nuk e pash penalltin kur e gjuajti. Le të vazhdoj Gjorgje të mbrojë kështu portën dhe nuk do të kemi probleme. Ai e meriton të ishte atje dhe meritonte ta priste atë penallti. Besimi që ka është magjepsës, tha Stojkovic.